Rruga për në banjën e Tetovës vazhdon të jetë e bllokuar për shkak të rrëshqitjes së dheut dhe gurëve të mëdhej që kanë dalur në rrugë. Rreshtet e dendura të shiut gjatë ditëve të kaluara kanë bërë që krahas erozionit të dheut të ketë dhe shemje masive të gurëve të mëdhej, të cilët pamundsojnë qarkullimin e lirë në këtë rrugë. Brenda 2 ditëve është intervenuar 2 herë që rruga të jetë e kalueshme, megjithatë sërish ka pasur rrëshqitje të dheut dhe gurëve. Autoritetet e komunës së Tetovës thonë se sërish do të dilet me makineri për të pastruar rrugën dhe deri në lirimin e saj, kjo rrugë do të jetë mbyllur për qarkullim. Krahas kësaj ka pasur rrëshqitje të dheut edhe në rrugën për në fshatin Gjerm. Megjithatë, rruga për në fshatin Gjerm është tërësisht e kalueshme deri në hyrje të fshatit. Gjatë ditëve kemi pasur rreshtet të rëmbeshme të shiut, ka patë rrëshqitje të dheut tek pjesa e rrugës Banjës dhe tek rruga që dërgon për në fshatin Gjerm. Mbrëmë dhe kryetari ishte në teren për të parë situatën, ekipet janë në teren po punojnë dhe besojmë se brenda ditës apo eventualisht nesër do të lirohet rruga për tek rruga e Banjës siç njihet, për të ofruar qytetarëve një qarkullim të lehtë. Gjendja e këtillë është konfirmuar edhe nga Qendra për Menaxhim me Kriza. Drejtori Muhamet Ali thotë se lidhur me problemet në Tetovë punohet në sanimin e gjendjes. Në rajonin e Tetovës, saktësisht në fshatin Gjerm, kishme rrëshqitje të dheut, ku më njëherë informuan komunën dhe komuna me ekipet e veta ishte në teren dhe me ndërmarrjet praktikisht komunës pastruan rrugën dhe rruga është e kalueshme. Sa i përket rrugës drejt Banjës, aty momentalisht është rruga ende bllokuar, tër natën ishin ekipet e komunës së Tetovës në vendngjarje, por pasi është një gur i madh dhe nuk mundën ta thyen, sot besoj brenda ditës do jetë rruga e kalueshme dhe rruga e Banjës. Ai informoi se edhe në rajonin e Gostivarit ka pasur dalje nga shtrati i lumit në fshatin Llakavic, Turçan, por gjendja momentale është stabile. Sipas tij, në një shtëpi ujë ka hyrë brenda, por është intervenuar edhe aty. Drejtori Ali tha se gjendja është stabile dhe ku të paraqitet nevoja do të intervenohet.